Zonja dhe zotërin, përshëndetje. Unë jam Jon Çeku dhe ky është edicioni informativ. Irani ka pezulluar negociatat me Shtetet e Bashkuara në shenjë proteste ndaj sulmeve të Izraelit në Liban, sipas mediave iraniane. Vendimi vjen mes një përshkallëzimi të tensioneve në rajon dhe kërcënimeve për mbyllje të ngushticës strategjike detare. Tensionet në linjën e mesme janë rritur më tej, pasi Irani ka vendosur të pezullojë bisedimet me Shtetet e Bashkuara në një shenjë proteste ndaj veprimeve ushtarake të Izraelit në Liban. Sipas agjencisë gjysmëzyrtare iraniane Tasnim, vendimi lidhet me vazhdimin e sulmeve në Liban dhe shkeljen e kushteve të armpushimit të mëparshëm, të cilat sipas Teheranit përfshinin edhe stabilitetin në këtë vend. Irani ka deklaruar se nuk do të ketë negociata derisa të ndalen sulmet në Gaza dhe Liban dhe të ketë një tërheqje të plotë të forcave izraelite nga territori libanez. Në të njëjtën kohë, raportimet tregojnë se Teherani dhe aleatët e tij rajonal po shqyrtojnë masa të mëtejshme, përfshirë mbylljen e plotë të ngushticës së Hormuzit, një nga rrugët më strategjike të tregtisë globale të naftës, si dhe aktivizimin e fronteve të tjera në rajon. Këto zhvillime vijnë ndërsa kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka urdhëruar sulme ndaj periferive jugore të Beirutit, zonë që konsiderohet bastion i Hezbollahut, duke thelluar edhe më tej përplasjet. Sipas një zyrtari izraelit, disa nga planet ushtarake janë koordinuar me Shtetet e Bashkuara, gjë që shton më tej kompleksitetin diplomatik të situatës. Ndërkohë, Shtëpia e Bardhë ende nuk ka dhënë një koment zyrtar mbi vendimin e Iranit për të pezulluar negociatat. Në këtë klim të tensionuar, procesi diplomatik mes Teheranit dhe Washingtonit duket gjithnjë më i brisht, ndërsa rreziku i përshkallëzimit rajonal mbetet i lartë. Anije tregtare u pan duke pritur në portin iranian të Bandar Abbas, ndërsa pasiguria mbi konfliktin me SBA-n dhe negociatat e ngecura po ndikojnë në lundrimin në ngushticën e Hormuzit. Tensionet kanë shtyrë çmimet e naftës të rriten ndjeshëm, duke rritur shqetësimet për një krizë energjetike globale. Situata në një nga pikat më strategjike të tregtisë globale të energjisë po mbetet e tensionuar, ndërsa anije tregtare janë parë duke pritur në ujërat pranë portit iranian të Bandar Abbas në pritje të lejes për të kaluar ngushticën e Hormuzit. Ky korridor detar, që lidh gjirin persik me Oqeanin e Hapur, konsiderohet jetik për furnizimin global me naftë, duke e bërë çdo ndërprerje të tij në çështje me pasoja ndërkombëtare. Sipas raportimeve, vonesat në lundrim vijnë në një moment kur negociatat për përfundimin e konfliktit mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara po vazhdojnë pa rezultate të qartë, ndërsa të dyja palët kanë raportuar sulme ndaj objektivave ushtarake në ditët e fundit, pavarësisht një arpushimi të shpallur më herët gjatë vitit. Porti i Bandar Abbasit, i vendosur në jug të Iranit, është një nga qendrat më të rëndësishme tregtare dhe ushtarake të vendit, duke luajtur një rol kyç në transportin e naftës dhe mallrave drejt tregjeve globale. Tensionet kanë ndikuar menjëherë në tregjet ndërkombëtare të energjisë, ku çmimet e naftës janë rritur ndjeshëm, duke reflektuar frikën për ndërprerje të furnizimeve. Sipas burimeve politike, presidenti amerikan Donald Trump ka deklaruar se Irani është i gatshëm për një marrëveshje. Megjithse, negociatat mbeten të vështira dhe të ndikuara nga presionet e brendshme politike në Washington. Në të njëjtën kohë, administrata amerikane përballet me presion për të siguruar rihapjen e plotë të ngushticës së Hormuzit, në mënyrë që të stabilizohen çmimet e karburantit për konsumatorët. Në këtë situatë të brisht, çdo përshkallëzim i mëtejshëm në rajon rrezikon të ketë ndikim të drejtpërdrejtë në ekonominë globale dhe tregjet energjetike ndërkombëtare. Marina franceze ndërhyri në Oqeanin Atlantik dhe ndaloi një tanker nafte që dyshohet se shkeltet sanksionet ndërkombëtare ndaj Rusisë. Presidenti Emmanuel Macron tha se operacioni u krye në bashkëpunim me aleat dhe në përputhje të plotë me ligjin ndërkombëtar të detit. Marina franceze ka publikuar pamje që tregojnë ndërhyrjen e forcave të saj në një tanker nafte në Oqeanin Atlantik në një operacion të zhvilluar në kuadër të zbatimit të sanksioneve ndërkombëtare ndaj Rusisë. Sipas deklaratës së presidentit Emmanuel Macron, forcat detare franceze kanë hipur në bordin e anijes së quajtur Tagor, e cila dyshohet se po transportonte naftë nga Rusia në kundërshtim me kufizimet ndërkombëtare. Operacioni është kryer në ujëra ndërkombëtare rreth 400 milje detare larg brigjeve të Francës, me mbështetjen e disa partnerëve, përfshirë Mbretërinë e Bashkuar dhe në respekt të plotë të ligjit ndërkombëtar të detit, sipas autoriteteve franceze. Autoritetet detare në Atlantik kanë konfirmuar ndërhyrjen ndaj një tankeri që vinte nga Murmansk në Rusi, megjithse emri i anijes nuk ishte bërë fillimisht publik në deklaratën zyrtare. Megjithatë,
Sipas analizave të dhënave të gjurmimit të anijeve dhe burimeve të pavarura, mendohet se bëhet fjalë për një tanker tagor, i cili u identifikua në pamjet e publikuar nga Marina franceze. Presidenti Macron e ka cilësuar këtë ndërhyrje si të domosdoshme, duke theksuar se është e papranueshme që anijet të caktuara të shmangen sanksionet ndërkombëtare dhe të financojnë indirekt luftën e Rusisë në Ukrainë, e cila sipas tij vijon prej më shumë se 4 vitesh. Ky operacion vjen në një moment kur vendet perëndimore po rrisin presionin ndaj rrjeteve që ndihmojnë eksportin e naftës ruse në përpjekje për të kufizuar të ardhurat që mbështesin makinerinë e luftës. Ndërhyrja në Atlantik shihet si një sinjal i fortë i koordinimit mes aleatëve perëndimor për zbatimin e sanksioneve dhe kontrollin e rrugëve detare strategjike në tregtinë globale të energjisë. Kolumbia po shkon drejt balotazhit presidencial mes Abelardo de la Espriella dhe Ivan Cepeda pas një raundi të parë shumë të ngushtë votimesh. Të dy kampet kanë ngritur dyshimet mbi procesin e numërimit, ndërsa vendi përballet me një garë të fortë mbi sigurinë dhe ekonominë. Kolumbia ka hyrë zyrtarisht në një fazë vendimtare politike, pasi rezultatet e raundit të parë të zgjedhjeve presidenciale tregojnë një garë shumë të ngushtë që do të vendoset në balotazh. Sipas të dhënave paraprake, kandidati i krahut të djathtë dhe i konsideruar si outsider, Abelardo de la Espriella, ka marrë një avantazh të lehtë ndaj senatorit të majt Ivan Cepeda, me një diferencë prej rreth 2 pikë përqindjeje. Megjithatë, kampi i Cepedës ka ngritur shqetësime mbi procesin e numërimit të votave, duke kërkuar verifikime të detajuara në një numër të madh të dhënash zgjedhore, ndërsa ka zgjedhur të mos reagojë përfundimisht derisa të përfundojë kontrolli zyrtar. Edhe presidenti aktual, Gustavo Petro, një aleat i Cepedës, ka deklaruar se do të pres vendimin e autoriteteve gjyqësore për të konfirmuar rezultatet. Në këtë raund të parë, pjesëmarrja dhe certifikimi i votave kanë qenë ende në proces, me rreth gjysmën e tyre të verifikuar deri në mbrëmje vonë, sipas autoriteteve zgjedhore. Fushata zgjedhore është fokusuar kryesisht në çështjet e sigurisë, ekonomisë dhe mënyrave të ndryshme për të adresuar varfërinë dhe pabarazinë sociale në vend. Abelardo de la Espriella, një avokat 47 vjeçar, e ka ndërtuar fushatën e tij me një qasje të ashpër ndaj grupeve të armatosura, duke propozuar ndërtimin e burgjeve të mëdha dhe politika të forta të rendit publik. Ndërkohë, Ivan Cepeda ka premtuar vazhdimin e negociatave për paqe me grupet ilegale dhe thellimin e reformave sociale, përfshirë taksimin më të lartë për të ardhurat e larta, me qëllim uljen e pabarazisë. Analistët politik vlerësojnë se balotazhi pritet të jetë edhe më i vështirë, pasi votuesit e kandidatëve të tjerë mund të bëhen vendimtar për rezultatin final. Zgjedhjet e balotazhit janë caktuar për më 21 qershor, ndërsa pjesëmarrja e ulët në raundin e parë mund të ndikojnë ndjeshëm në strategjitë e dy kandidatëve në garën përfundimtare. Në Newark të New Jersey, protestat jashtë qendrës së ndalimit të emigrantëve Delaney Hall u përshkallëzua, duke çuar në vendosjen e një shtetërrethimi gjatë natës. Autoritetet lokale dhe shtetërore ndërhyjnë për të rikthyer rendin, ndërsa guvernatorja paralajmëroi rrezikun e përshkallëzimit të mëtejshëm të situatës. Situata jashtë qendrës së ndalimit të emigrantëve Delaney Hall në Newark, New Jersey, është përshkallëzuar ndjeshëm, duke detyruar autoritetet lokale të vendosin masa emergjente për ruajtjen e rendit publik. Sipas guvernatores së shtetit Mickey Sherrill, protestat që fillimisht kishin karakter paqësor janë shoqëruar me incidente të dhunshme, ku disa individ të maskuar kanë hedhur sende ndaj policisë, duke përdorur barriera si armë dhe kanë ndezur goma në rrugë. Autoritetet raportojnë se forcat e rendit kanë qenë të pranishme gjatë gjithë ditës për të garantuar që protestuesit nga të dyja palët të ushtronin të drejtën e tyre të protestës në mënyrë të sigurt, por situata është përshkallëzuar në orët e mbrëmjes. Si pasojë, policia shtetërore ka marrë kontrollin e zonës dhe është vendosur një shtetërrethim nate në një perimetër rreth qendrës Delaney Hall, e cila strehon rreth 1000 të ndaluar në kuadër të procedurave të emigracionit. Autoritetet lokale kanë ngritur gjithashtu zona të veçanta proteste të mbrojtura në një përpjekje për të ndarë demonstruesit nga përplasjet e mundshme me forcat e rendit. Qendra operohet nga kompania Geo Group për Agjencinë Federale ICE, ndërsa situata ka nxitur debate të forta politike mbi kushtet brenda saj dhe trajtimin e të ndaluarve. Guvernatorja Sherrill ka bërë thirrje për ulje të tensioneve, duke theksuar se dhuna dëmton si protestuesit, ashtu edhe forcat e rendit dhe largon vëmendjen nga çështjet humanitare që lidhen me personat e ndaluar. Ndërkohë, autoritetet federale kanë mbrojtur veprimet e tyre,
duke e cilësuar ndërhyrjen e policisë shtetërore si një masë për të garantuar rendin dhe sigurinë publike. Situata mbetet e tensionuar, ndërsa autoritetet paralajmërojnë se do të vazhdojnë masat për të shmangur përshkallëzimin e mëtejshëm të përplasjeve. Në Ukrainën lindore, hetuesit po përpiqen të dokumentojnë krimet e dyshuara të luftës nga Rusia, ndërsa financimet ndërkombëtare po reduktohen ndjeshëm. Sipas raportimeve, shkurtimet e ndihmës amerikane po i bëjnë gjithnjë e më të vështirë sigurimin e drejtësisë dhe mbledhjen e provave. Në qytetin Izium në Ukrainën lindore, hetues dhe organizatat të drejtave të njerëzit po vazhdojnë punën e tyre në një mjedis të rrezikshëm, duke dokumentuar krimet e dyshuara të luftës që nga pushtimi rus. Ky qytet, i rimarrë nga forcat ukrainase në vitin 2022, u bë simboli i tragjedisë së luftës, pasi në zonë u zbuluan marrëza masive dhe prova të shumta të shkeljeve të drejtave të njerëzit. Ekipet hetimore si organizata Truth Hounds intervistojnë dëshmitarët dhe mbledhin prova në terren, shpesh në kushte të rrezikshme, me shpërthime që dëgjohen në distancë dhe me lëvizje të kufizuara për shkak të luftës aktive. Megjithatë, puna e tyre po përballet me një goditje të madhe financiare. Sipas raportimeve, administrata amerikane ka shkurtuar fonde të rëndësishme për programet që mbështesin hetimet mbi krimet e luftës në Ukrainë. Këto shkurtime kanë sjellë reduktim stafi, pezullim projektesh dhe ndërprerje trajnimesh për prokuror dhe hetues lokal, duke dobësuar ndjeshëm kapacitetin për mbledhjen dhe analizimin e provave. Sipas hetuesve, kjo nuk është vetëm çështje financiare, por prek edhe mbështetjen teknike dhe ligjore, që ishte thelbësore për ndërtimin e rasteve penale ndërkombëtare. Autoritetet ukrainase deklarojnë se që nga fillimi i pushtimit në shkallë të plotë në vitin 2022, janë regjistruar mbi 230.000 raste të dyshuara të krimeve të luftës, përfshirë vrasje civilesh, shkatërrim spitalesh dhe rrëmbime fëmijësh. Ndërkohë, Rusia i mohon akuzat dhe i cilëson ato si propagandë perëndimore, duke hedhur poshtë përgjegjësinë për ngjarjet e raportuara. Në qytete si Buça dhe Izium, familjet e viktimave ende kërkojnë drejtësi dhe kthimin e të zhdukurve, ndërsa procesi i identifikimit dhe hetimit mbetet i ngadalt dhe i kushtueshëm. Organizatat humanitare paralajmërojnë se pa mbështetjen e vazhdueshme ndërkombëtare, shumë nga këto raste rrezikojnë të mbeten pa drejtësi dhe pa përgjegjësi ligjore. Në këtë sfond, thirrja e tyre është e qartë. Ruajtja e financimit në mbështetjes për hetimet është thelbësore për të siguruar që krimet e dyshuara të mos mbeten pa u ndëshkuar. Ndërsa Guadalajara përgatitet për ndeshjet e Kupës së Botës 2026, aktivistët dhe familjarët e personave të zhdukur dolën në rrugë për të rikujtuar situatën e thellë të zhdukjeve në Meksik. Ata paralajmërojnë se festa e futbollit nuk duhet të mbulojë një tragjedi që prek gati 134.000 persona. Ndërsa qyteti i Guadalajaras përgatitet të presë ndeshjet e Kupës së Botës 2026, në rrugët e tij u zhvillua një protestë që solli në vëmendje një realitet të dhimbshëm për Meksikën. Familjarë të personave të zhdukur dhe aktivistë dolën në rrugë duke vendosur postera dhe fletushka me fytyrat e të afërme të tyre në një përpjekje për të mos lejuar që kriza e zhdukjeve të kalojë në heshtje gjatë atmosferës së festës së futbollit. Sipas organizatorëve, qëllimi është i qartë. Ndërsa vendi përgatitet për një nga ngjarjet më të mëdha sportive në botë, nuk duhet harruar se mira familje ende kërkojnë të dashurit e tyre të zhdukur. Një prej anëtarëve të kolektivit Luz Esperanza deklaroi se futbolli dhe Kupa e Botës nuk janë probleme në vetvete, por rreziku që ndronte harresa e çështjeve më të rëndësishme sociale. Sipas të dhënave zyrtare, rreth 134.000 persona rezultojnë të zhdukur në Meksik, një krizë e lidhur kryesisht me dhunën e karteleve të drogës dhe mungesën e hetimeve efektive ndër vite. Postrat e vendosur në qytet janë dizajnuar madje në formë gjitësesh futbolli, duke krijuar një kontrast të fortë mes festës sportive dhe realitetit tragjik. Guadalajara është një nga qytetet pritëse të botërorit 2026 që do të organizohet bashkërisht nga Meksika, Shtetet e Bashkuara dhe Kanadaja me nisjen e ndeshjeve në 11 qershor. Në këtë sfond, protestuesit kërkojnë një mesazh të thjeshtë, që entuziazmi i sportit të mos mbulojë një krizë humanitare që vazhdon prej vitesh. Mira protestues dolën në rrugët e Limës, Peru, për të kundërshtuar kandidaten presidenciale të djathtë Keiko Fujimori, pak ditë para balotazhit të zgjedhjeve. Demonstratët pasqyrojnë ngjarjet e thella politike dhe historike në vend, të lidhura edhe me trashëgiminë e familjes Fujimori.
Në kryeqytetin e Perus, Lima, mijëra qytetarë dolën në rrugë për të protestuar kundër kandidaturës së Keiko Fujimori, vetëm pak ditë përpara raundit përfundimtar të zgjedhjeve presidenciale të planifikuara më 7 qershor. Protesta u organizuan nga një koalicion i gjerë shoqata civile, organizatash studentore, sindikatash dhe aktivistësh të drejtave të njerëzit, të cilët shprehën shqetësimin për përqendrimin e pushtetit në ndikimin e familjes Fujimori në institucionet e vendit. Demonstruesit mbanin pakarta dhe të rrisnin slogane kundër kandidaturës së saj, duke cilësuar atë si një kërcënim për demokracinë dhe stabilitetin institucional në Peru. Keiko Fujimori, e cila po kandidon për presidencën për herë të katërt, mbetet një figurë thellësisht polarizuese në politikën peruane, kryesisht për shkak të trashëgimisë së babait të saj, ish presidentit Alberto Fujimori, i cili ka vuajtur 16 vite burg për shkeljet e të drejtave të njerëzit. Protestuesit përfshinin edhe familjar të viktimeve të dhunës politike të viteve 80 e 90, periudhë e cila vazhdon të ndikojë fuqishëm në kujtesën kolektive të vendit. Sipas sondazheve të fundit, Fujimori kryeson me rreth 39% të mbështetjes, përballë kundërshtarit të saj të majt, Roberto Sanchez, me rreth 35%, duke e bërë garën të ngushtë dhe pa parashikueshme. Analistët politik theksojnë se rezultati i balotazhit do të varet kryesisht nga votuesit e pavendosur dhe nga aftësia e kandidatëve për të tejkaluar polarizimin e thellë politik që karakterizon vendin. Në këtë klim të tensionuar, Peruja po hyn në një nga momentet më vendimtare politike të viteve të fundit, me një shoqëri të ndarë mes frikës nga e kaluara dhe kërkesës për ndryshim. Në Baotou të Kinës është ndërtuar një ekosistem i tërë për përpunimin e mineraleve të rralla që përdoren në teknologjitë moderne si makinat elektrike dhe turbinat me erë. Ky qytet është kthyer në një pikë kyçe të fuqisë globale të Kinës në tregun strategjik të magnetëve. Në veri të Kinës ndodhet Baotou, një qytet i konsideruar si një nga qendrat më të rëndësishme të botës për përpunimin e mineraleve të rralla, element thelbësor për teknologjinë moderne. Ky qytet nuk është thjesht një zonë industriale, por një ekosistem i plotë, ku universitete, laborator kërkimor dhe rafineri punojnë së bashku për të kthyer këto minerale në magnet të fuqishëm që përdoren në motorët e avionëve, makinat elektrike dhe turbinat e erës. Ky sistem i integruar i ka dhënë Kinës një avantazh të madh strategjik në tregun global, duke forcuar kontrollin e saj mbi një zinxhir furnizimi që konsiderohet jetik për tranzicionin energjetik në botë. Që prej vitit 2023, Pekini ka kufizuar në mënyrë të ndjeshme eksportin e teknologjisë dhe pajisjeve që lidhen me këto minerale, duke e bërë edhe më të vështirë për vendet e tjera të konkurrojnë në këtë fushë. Sipas ekspertëve ndërkombëtar, universitetet dhe laboratorët në Kinë nuk fokusohen vetëm në kërkimin bazë, por sidomos në aplikimin praktik të materialeve, duke e çuar më tej zinxhirin e vlerës industriale. Kjo çësje ka krijuar një avantazh të qëndrueshëm, i cili, sipas të dhënave, mbështet faktin që Kina përpunon mbi 90% të mineraleve të rralla dhe prodhon pjesën më të madhe të magnetëve të përdorur globalisht. Ndërkohë, Shtetet e Bashkuara dhe vendet perëndimore kanë shpallur plane investimi miliarda dollarësh për të reduktuar varësinë nga Kina, por ekspertët thonë se hendeku teknologjik dhe i njohurive mbetet ende i madh. Në Baotou, çdo vit qindra studentë trajnohen në këtë fushë, duke e bërë qytetin një qendër të rëndësishme të formimit të specialistëve të së ardhmes në industrinë e mineraleve të rralla. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu urdhëroi sulme ndaj periferive jugore të Beirutit, duke rritur tensionet me Hezbollahun dhe duke thelluar konfliktin në Liban. Përplasjet kanë shkaktuar mijëra viktima dhe mbi 1 milion të zhvendosur, ndërsa situata rrezikon të përhapet më tej në rajon. Tensionet në lindjen e mesme janë përshkallëzuar ndjeshëm pasi kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu urdhëroi sulme ndaj zonave jugore të Beirutit, të cilat kontrollohen nga grupi Hezbollah. Pas këtij urdhri, rrugët në periferi të kryeqytetit libanez u mbushën me trafik, ndërsa banorët u larguan me nxitim nga frika e sulmeve të reja. Shumë familje po zhvendosen drejt veriut të vendit në qytete më të sigurta si Tripoli. Sipas raportimeve, Netanyahu deklaroi në një video se ushtria izraelite do të godas objektiva që i konsideron terroriste dhe do të eliminojë bastionet e Hezbollahut në jug të Libanit. Konflikti ka hyrë në një fazë të re përshkallëzimi, ndërsa gjatë fundjavës ushtria izraelite publikoi pamje nga marrja nën kontroll e rrënojave të kalas Beaufort, një fortesë historike që dominon zonën jugore të Libanit. Autoritetet libaneze raportojnë që nga shpërshkallëzimi i fundit të luftimeve në fillim të marsit, mijëra persona kanë humbur jetën dhe mbi 1 milion janë detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre.
Nga ana tjetër, Izraeli ka deklaruar se ka pësuar edhe ai humbje ushtarake dhe civile gjatë kësaj periudhe, ndërsa justifikon operacionet me nevojën për të goditur objektivat e Hezbollahut të vendosura pranë zonave civile. Situata në Liban është cilësuar si një nga përhapjet më të rënda të konfliktit më të gjerë mes Shtetet e Bashkuara, Izraelit dhe Iranit, duke rritur frikën për një destabilizim më të madh rajonal. Ndërkohë, Irani ka akuzuar palët për shkelje të marrëveshjeve të armpushimit dhe ka paralajmëruar për pasojë në rast të vazhdimit të luftimeve. Në këtë klim të tensionuar, Libani përballet me një krizë të thellë humanitare, ndërsa komuniteti ndërkombëtar bën thirrje për ulje të menjëhershme të përshkallëzimit dhe rikthim në negociata. Kjo ishte gjithçka që kish përgatitur për ju sot. Për më tepër, na ndiqni në rrjetet tona sociale, bëni subscribe në YouTube dhe na ndiqni në faqen tonë të webit www.nsmtv.ca. Bashk, mirupafshim.